në momentin që i kitë 80 deputet, a i quhet president konsensual, sepse nuk kërkohen më shumë se 2/3 e votave për të marrë pjesë në votim, pastaj 61 vota për. Mirë po unë mendoj që gjitha partitë politike shqiptare duhet me ullë që me gjetë zgjidhje për këtë çështje. Dhe si që kam thënë publikisht edhe më herët, po e përsëris, ne kemi platformë të cilën po e përgatisim dhe cilën do ta prezantojmë një herë nesërmën, me 8 qershor ne do t'i ftojmë partitë politike për t'i dhënë vendit institucione. Ne asesi nuk do ta dërgojmë vendin zgjedhje. Asesi emrat tonë nuk do të bëhen arsye për ta dërguar vendin zgjedhje. Ajo deklaratë është dhënë në një kontekst kur thuhej zoti Kurti ka thënë që kur nuk do të votoj ty e tjera. Pra, patjetër që kam thënë që kjo çështje, pra çështja e presidentit duhet të involvojë të gjitha partitë politike shqiptare, edhe partitë politike minoritare të cilat nuk janë në listën serbe, me listën serbe nuk pranojnë bashkëpunim, e kanë vijë të kuqe, e kanë goditur shtetin tonë, kushtetutshmërinë, sovranitetin tonë, prandaj nuk shohim hapësirë për bashkëpunim me ta. Pra nëse mbarësh edhe nga një vot e listës serbe, ju nuk e merr. Unë nuk bashkëpunoj me listën serbe për asgjë. Për asgjë. Unë e kam parë për sa afërmi për 5 vite rresht. Për 5 vite rresht e kam parë se çfarë i kanë bërë ata shtetit tonë. Do duhej të gjithë ne si shqiptarë, nëse është një çështje për cilën duhet tulemi dhe të pajtohemi, është kjo. Duhet ta kemi të gjithë qëndrimin e njëjtë kundër listës serbe. Duhet të gjejmë mënyrë që ndikimi i tyre në institucione të zvoglohet. Dhe është e turpshme nëse edhe në këtë mandat, pas këtyre zgjedhjeve, ne nuk arrim që të ulemi për interesa nacionale dhe lejojmë 9 deputeta, sa do t'i kenë ata, shpresoj edhe më pak se 9 që i kenë kësaj rade, të determinojmë fatin e kësaj republike. Nuk do ta lejoj një gjë të tillë në asnjë mënyrë.